Mirë se keni ardhur në vlog të ri. Kushur dukshëm. Rita herët sot me të ndër një kafe Mirë se keni ardhur në vlog të ri. Një prezantim shumë i shkurtër sepse këtë kohë jemi rritur shumë në kanal dhe ju falenderoj për çdo subscribe që keni ardhur këtu. Unë quhem Paula, jam 22 vjeç. YouTube-i është platforma ime e preferuar. Vendi ku unë dua të kaloj më të shumtën e kohës, të ndaj eksperiencat e mia, të jap mesazhe, të jem vetvetja dhe të motivoj goca të tjera për të ndjekur ëndrat tuaja dhe për të qenë sa më pozitive dhe të lumtura me veten tuaj dhe ta pranoni ashtu siç është vetja juaj. Unë dashuroj shumë të filmoj, të xhiroj skena të bukura nga përditshmëria, sepse çdo moment i filmuar mbetet një kujtim për të ardhmen nga e shkuara. Për mua jeta është një sfidë që ka shumë dashuri brenda në të, po thjesht çdo njeri prej nesh duhet të di si ta përdor atë dhe ta marrë në të mirën e vetes tonë. Pra, mirë se erdhët në familjen time të dytë. Kam përgatitur te ky tasi disa fruta të freskëta, moll, pjeshk edhe kajsi. Kam vendosur edhe këto takuit për të qëndruar të freskëta. Këto po të shkrihen, nuk është se bëjnë ujë, se janë plastik. Shkojmë në pishinë me një nga shoqet e mia, sepse nuk u thash. Unë jam gati, po ju një outfit check shpejt e shpejt. Kam veshur në fakt roba banji, një palë blu që i kam marrë nga Samyol, që kanë këtë pjesën e zemrës këtu para, nuk mbaj mend nëse nuk e di nëse i mbani mend nga një video kur ua kam treguar. Një fund të gjatë të bardh, këtë këmishën lino, një kapse që e kam marrë nga Red Velvet kur kam marrë fustanet ma kishin dërguar dhurat, dhe tote begu im që kam marrë peshqir një fund rjet, edhe disa gjëra esenciale që na duhen, edhe kapelen, se është diell, dhe do dalim pak më herët, shoqja ime nuk ka ardhur akoma, po do dalim se dua të kthehem pak tek Rosma, se dua të shikoj për ndonjë vaj nxirrës. E krem dielli kam, kurse vaj nxirrës nuk kam. Në Shqipëri duhet të kem, po ti shfrytëzojmë këto ditët që dalim në diell që të nxjihemi pak më shumë. Kështu që do shkojmë shpejt e shpejt pak tek Rosma para se të shkojmë atje, edhe të nisemi, se unë pishinën e kam shumë afër shtëpisë, kam rreth 5 minuta me tram, me Shtraseban. Kam edhe Armando në shtëpi sot dhe planin e kishim përbashkë, po zotria javës tjetër niset për në Itali, se do ikim me pushime me të dashurën në Santorini, dhe pas Santorini do shkoj në Shqipëri, kështu që nuk ma vari fare sot. Sa dola nga Rossmann tani dhe mora këtë vajin këtu nxirrës nga Nivea, që kushtoi 10,25 €, po me ato ofertën që bëju 10% ulje për çdo gjë, e mora 9,20 €. Nuk e kam përdorur ndonjëherë, të shohim sa efektiv është, por më pëlqeu sa ka edhe mbrojtje nga dielli, nuk ka vetëm funksionin e nxirrjes. Që më ka bërë shumë nice. Këtë vit ka shtuar dhe tavolina, karrige. Ndërkohë po pres shoqen time këtu te hyrja, erdha në këmbë dhe është një vape të mërshme. Ka sot 35 gradë. Kishte as trama sot, nuk e di çka ka ndodhur. Sonila prandaj po vonohet. Diçka ka ndodhur në qendër se e kishin rrethuar me polici, tha Sonila, se Sonila që të vi këtu duhet kaloj në qendër. Duket një ndjesi shumë e frikshme se këtu në Gjermani rrallë shikon gjëra të tilla. Do me thënë sot e shtuna është destinuar për të qenë katastrofë. Shoferi autobusit të Sonilës që po vjen këtu se nuk ka trama, sepse e mësuam që festojnë këta të LGBT-s në qendër dhe janë bllokuar rrugët, dhe shoferi tani autobusit që po bën këtë linjën këtej nga zona ime, nuk di rrugën, edhe flet në telefon me autobusin tjetër para, edhe Sonila është bërë e çmendur fare, është mërzitur. Erdha këtu tani te pishina që u futa më brenda, edhe një pjesë të madhe të barit, po them 90% të pjesës së barit, e kanë rrethuar me shirita dhe askush nuk mund të shkojë andej. Edhe jemi mbledhur të gjithë në një pjesë këtu. Kështu që gjeta një cet. Megjithatë të jemi pozitiv, diellin e kemi super të mirë. Unë kam marrë reze dje edhe jam skuqur.
perfekt, domethënë që kur të vim në Shqipëri mos të jemi të bardhë si Bora. Që nga full fare përpara edhe nuk e di sa do mundem pak t'ua tregoj të filmoj, po që nga plot, ama uji i pishinës është shumë i mirë, i freskët, i pastër, të knaq. Shikoni se sa full që është. Pjesa ndej që po ju thash me shirit është e rrethuar dhe nuk mund të shkojnë. Ndërkohë dhe pjesa këtij vazhdon plot. Gati të shkoj në punë, do shkoj në shtëpi të bëj një dush vetëm trupin, të bëjmë gati, të marr motorin tim edhe të nisem për në punë. Këtu është një atmosferë super e bukur. Gjendja, ndërkohë. Unë e dashuroj ndjesin pas plazhit, pishinave, lumejve, liçeneve. Preferuri është ai pas plazhit, po në këto kushte që jemi, prap jam kënaqur shumë. Edhe po e shijoj çdo ditë këtu në Gjermani, duke e ditur që do iki, edhe që do më mungoj, dhe e di që kur të kem nevojë për shembull apo dëshirë që të vi, nuk do e kem kaq afër sa që kam tani. Kështu që po mundohem të shijoj çdo moment në jetën time këtu. Shikoni pak ka njerëz aty që pinë birra. Po ne edhe pse kemi kaq shumë kohë këtu në Gjermani, nuk u bëm kurrë apo një herë të vetme fanse e një birreje. Hyrja këtu është falas te kjo pishina. Te lokali normalisht kur do të pish diçka normalisht që do paguash. Se jeni të interesuar, është në zonën e Lechhausen, domethënë në pjesën me Straßebahn 1-shin dhe fiks kur ndalon te stacioni Berlina Ale. Këtu është fix, duket e gjithë pishina edhe këto. Edhe më pëlqen shumë se është dhe vend shumë familjar. Nuk që për mua është shumë perfekt. Edhe lumin e kemi shumë afër dhe këtë, dhe po mendoni me Sonilin që të eksperimentonim, të gjenim disa pishina të tjera në mënyrë që t'i vizitojmë edhe ato, se ka plot but pishina që janë edhe me pagesë, po edhe pa pagesë. Kështu që për ju që jetoni në Augsburg, një lokacion shënoheni. Unë jam skuqur dukshëm. E dashuroj lëkurën e nxirr në ver kudo të skuqur, se mjafton pak blash, pak lip gloss edhe ngjan shumë bukur. Një gjë tjetër që më pëlqen shumë tek vetja në ver është që tek hunda ime më dalin gjithmonë qukat. Domethënë i kam edhe në dimër, por në ver më duken shumë herë më shumë këtu. Më pëlqen shumë fare, domethënë nuk dua t'i fsheh. Tani na erdhi edhe Straßebahni edhe ikim në shtëpi të bëhemi gati për në punë. Nuk na mban shtëpia që nuk na mban. Direkt pas pune dola edhe do pim në një gjë me gocat. Edhe ky është outfiti im për sot. T'ju them që këtu sot është një fest për LGBT. Janë të gjithë këto gocat që janë lesbike, që janë gay. Duket çik vetja çuditshëm në fakt, të jem e sinqert, se më shikojnë shumë çuditshëm. Në këmbët kam veshur sandalet, po nuk e di si qysh tek na filloi dhe një shi. Edhe do ulemi këtu në qendër që është full. Mendojmë që do marrim ndonjë alkool, por të shohim, zjen qyteti, duket që ka atmosferë, duket që ka gjallëri, ka lezet qyteti me jetë në verë. Shumë bukur, sado që ka filluar dhe shi është shumë ngrohtë. Cheers për netët e verës. Kemi bërë disa foto super nice të bukura. Qa t'i tregoj më përpar. Janë shumë të bukura. Sakrificat për të bërë një video. Kemi gjetur këtu një mur dhe del të bëjt përshëndetje YouTube. Dhe do bëjmë video për TikTok. Se këtu është atmosfera super bukur, edhe se kishim njerëz. Edhe mbas kemi një pamje, jemi para një dyqani që ka super dritë. Kemi lënë telefonin këtu edhe të bëjmë video. Kështu që do na ndiqni në story, por duhet të bëni follow në Instagramin tim që t'i shikoni këto video. Follow dhe subscribe. Faleminderit shumë.
analizat edhe do shkojmë sepse kam lënë takim me doktoreshën që të shohim analizat dhe të më tregoj si kam dalë. Nuk e di nëse jam në siklet, nëse do arrij që t'i kuptoj të gjitha ato që ajo do më shpjegoj dhe do më thot, apo nëse jam në siklet se kam frikë si do më dalin analizat. Se t'ju them që kam shumë kohë pa bërë analizat e përgjithshme para një vite ca, mos gaboj, dhe jam pak në siklet. T'ju them që unë i bëra analizat jo se ndjeja diçka shqetësim apo jo thjesht duhet të na bëhet edukat që të kujdesemi për veten, ta kontrollojmë veten tonë më mirë herët se sa vonë. Harxojmë shumë lek me veshje, dalliqe, shpenzime që janë thjesht momentale, edhe nuk arrim që të shpenzojmë vërtet aty ku duhet, tek shëndeti jon, që është shtëpia jon, që nëse ai nuk është mirë, edhe ne nuk mund të arrijmë të gëzojmë dot gjërat e tjera. Sa i do punojmë dhe do arrijmë që të gjitha. Kështu që merreni si mesazh këtë dhe kujtoni kur ka qenë hera e fundit që keni bërë kontrollin, edhe merrni një takim me doktorin tuaj, edhe të shkoni dhe të vizitoheni. Një ndalesë e shkurtër në qendër për të bërë edhe pak ofertën. Më ka mbaruar që dije dhe më duket vetja si e humbur. Domethënë pa internet nuk më duket normale. Po dola nga doktoresha ime që pam analizat, më tha që nuk ka asgjë për të shqetësuar, e përgjithshmja 99.9% është shumë mirë. Më pyeti vetëm nëse ndihem e lodhur dhe i thash që këtë periudhë po ndihem në fakt pak e lodhur, edhe nëse nuk bëj shumë gjëra, dhe më tha që me shumë mundësi tha, hekur i është i ulët, tha, këtu kështu më ka dalë domethënë pjesa e analizave. Por tha, akoma për më shumë siguri do ta rishikonte, nuk e di se çfarë do bënte edhe një herë, edhe më tha që do të marr në telefon të premten për të ta siguruar, tha, dhe patjetër tha që do të shkruaj diçka. Mora edhe një kopje me vete që të mund ta kem, ta rishikoj në shtëpi dhe të mund të përkthej diçka që nuk e kuptova shumë mirë me doktoreshën. Ishte shumë e mirë, madje në një moment po më fliste edhe nga që nuk po e kuptoja, do me thënë se qa po thoshte, edhe thash, okej, edhe një herë të lutem, i thash se nuk e kuptova dhe po ma shpjegonte shumë thjesht me qetësi, edhe arrita ta kuptoj shumë mirë. Kështu që super, jam shumë e lumtur, shumë e lumtur, se kisha shumë frikë brenda me që mund të dilte diçka keq, nuk e di pse, po okej, super, do me thënë, ndihem shumë mirë për këtë gjë. Edhe dua të ikin në shtëpi, dua dhe të dalë të blej disa gjëra, por nuk e di se qa do bëj. Dua them të shkoj njërë të takoj pakanjë dhe si do ecin gjërat, se po diskutojmë pak edhe për biletat përfundimtare, do me thënë të paktën për mua kur të kthehem në Korrik, se do vi dhe Anja për pushime, kështu që do jemi së bashku. Edhe do ju tregoj për planet për çdo gjë tjetër, jam shumë jo e stresuar, po shumë rëmuj e pa organizuar, këtë mund ta them, po, e pa organizuar. Kam shumë gjëra për të bërë që nuk po mundem do t'i bëj, mbas edhe nga fakti që ndihem si e lodhur dhe ndonjëherë nuk kam fare motivacion që të ngrihem edhe të merrem me gjëra. Sinqerisht e kam këtë, nuk e di pse. Ndonjëherë mundohem dhe them, "Çau Paula, se duhet të xhirosh, duhet të bësh këtë punë", e të tjerë, ndërkohë që dua shumë të rri thjesht shtrirë dhe të flej gjumë. Pastruar gjithë zhullin e ditës, nuk ka asgjë që e rregullon si i bie. Dushi është, do me thënë, rregullon çdo gjë. Kjo ishte qëllimi dhe ideja. Diçka kisha kuptuar gabim tek analizat, dhe në fakt doja shumë që të ulesha në shtëpi dhe t'ju flisja këtu në shtëpi më me qetësi. Nuk e di, po unë ChatGPT-n e përdor për shumë gjëra në përditshmërinë time, sidomos edhe për këto gjëra që janë edhe serioze, nuk është se i besoj 100% normalisht, se duke u bazuar edhe në letrat, edhe në ato i nisa analizat e mia dhe më bëri një analizë të qartë në shqip, edhe
mungesën e hekurit që e kam, edhe doktoresha më tha që do të marrë të premte, si që thash, që do më jepte një recet, diçka do bënte një analizë më shumë, ajo nuk e di mirë të them të drejtën, këtë pjesë nuk e kuptova te doktoresha, dhe qelisat e bardha dhe të kuqe të gjakut më kanë dalë pak më ulët se normalja. Por që ajo më tha asgjë për të shqetësuar, tha, unë do të shkruaj diçka, tha, që do të duhet t'i marrësh në apotek, në farmaci, veshkat, çdo gjë, vitamina D që të gjithë thuajse shumica e kanë me mungesë, unë e kisha perfekt fare, nisën e diabetit, të tiroideve, çdo gjë tjetër, faleminderit Zot, shqyr Zotit, i kisha shumë mirë. Nisa edhe një dy gjëra që më duheshin për në shtëpi, kryesisht shkova për karrota dhe për pjeshk, për nektarina, se unë tani në verë që është edhe vap, unë vdes për pjeshk edhe mund të ha gjithë ditën gjëra të tilla, fruta, perime, edhe karrotën e marr më shumë tani në verë si snack, më pëlqen kur e ha ashtu. Pastaj rrugës kur po kaloja unë nga marketi për të shkuar për të marrë tramin të vija në shtëpi, duhet të kaloja tek rrugeca që është edhe HM-ja. Dhe aty pash një fustan të verdhë të bukur dhe thash t'i hedh një sy kot, i thash se ne ishim me nxitim, se normalisht anja erdhi te shtëpia ime se mori një paket që duhet ta nis për Shqipëri për familjen e vet, dhe më kishte ardhur këtu mua te shtëpia ime, edhe ishim me nxitim, edhe i thash dale të futem një minutë, thash ta shoh. Nuk më pëlqeu, ikim. Ishte edhe një radhë aty në fakt dhe rrezikova, por gjeta një fustan shumë të bukur që ishte në ofertë nga 25 euro për vetëm 6 euro. Super fare, do me thënë, është ky i verdhi në verë, prisni, po tregoj. Është kështu shumë i lehtë, është i shkurtër, ka këtë ngjyrën e limonit dhe është masa më fiks masa ime. Dhe mendoj që në verë kur të nxihem edhe pak, kjo ngjan shumë bukur. Tani t'ju lë unë ndonjë kod këtu, ndonjë gjë që nëse ju pëlqen këto kodet këtu, nëse ju pëlqen mund ta kërkoni në website-in e HM-s, ndoshta e gjeni, ndoshta nuk e gjeni. Një xhiro e shkurtër tek Rossmann për të bler peceta higjienike dhe një lip gloss, kur dua thjesht lip gloss, unë përdor këtë këtu, është shumë i lirë. Edhe mora edhe një spray për higjienën e gojës. Tani kam ngelur vetëm në shtëpi, Anjën e përcolla, Armando është në punë dhe unë nuk kam ngrënë, edhe më ka marrë shumë mall, i them drejtën, për patatet e skuqura, nuk mbahet mend që kur kam pa ngrënë. Kam marrë edhe pak mish gici aty, bërcolla, dhe dua thash t'i bëja ashtu me pak domate, me pak sallatë. Çoj edhe një dy gjëra në përvende. Edhe tek marketi shkova shumë për të marrë edhe një ton peshku, se kisha parë vlogun e Dorës edhe pasha të sallatën me pasta që kishte bërë Dora, me makarona. Nuk e di, ishte mix, po ju lë foton këtu, ndoshta inspiroheni dhe ju, për ju që nuk e keni parë akoma vlogun e Dorës. Edhe më duk shumë e shijshme, shumë e mirë, shumë verore dhe e freskët. Dhe mendova që një ditë do ta bëj edhe unë, kështu që shkova dhe mora vetëm tonën e peshkut, se vetëm ai më mungonte. Mirëmëngjes të gjithëve. U ngrita herët sot me tendencë të sigur, do me thënë që të shkoja te paket shopi, sepse më kishte lënë postieri këtë në shtëpi dhe zakonisht këta e lën këtë kur ti nuk je aty, edhe të japin adresën se ku mund ta gjesh pakon apo letrin që ty të ka ardhur. Dhe në rastin ton këtu ishte një letër, në rastin tim do me thënë ishte një letër dhe shkoj atje. Kam dhënë rreth gjysmë ore që ata të shikonin nëse e kishin letrën e tyre të ajo post ose jo. Edhe më thot njëra që unë nuk po e gjej dhe do e pyes edhe kolegen. Shkon kolegja, nuk e gjen as kolegja, do me thënë kam dhënë gjysmë ore aty për të gjetur ato letrën time, që të them që dhe tani në fund nuk e gjetën,
Por mënyra se si po reagonte një nga ato ishte shumë arrogante dhe i thash, shikoj, thash, më fal, i thash se po sillesh sikur e kam unë problemin. Ku qëndron problemi im, çfarë duhet të bëj unë? Mua më thot posta kështu, edhe unë erdha këtu për të marrë letrën time. Është diçka që ka ardhur për pasojën tim, po është diçka që ka ardhur nga firma juaj, pra nga posta juaj. Pastaj u kthye ajo kolegja tjetër dhe më tha që shiko, tha, do t'i bëjmë një kopje, nëse mund të vish dhe nesër do jetë shumë mirë, që ne ta kontrollojmë sot. Më ka ikur gjithë paraditja ime atje dhe tani do shkoj në shtëpi dhe thjesht të ndroj kanatieren edhe të vesh një bluzë të thjesht, sepse do nisem edhe për në punë. Po, nuk e di, po shkojnë në këto gjërat shumë tërë, se edhe ata të qytetit, emaili të qytetit që u kam nisur për letrat që do shpëngulem në Shqipëri, akoma nuk më kanë kthyer përgjigje. Do me thënë, nuk e di, ndoshta duhet, jo ndoshta, po do lë kismet nesër ose pas nesër një takim që të shkoj atje dhe të flas vetë nga afër, se ndryshe. Tani më erdhi një email që te shtëpia ka ardhur një pako tjetër. Edhe e kanë lënë aty tek pjesa jashtë, kështu që do kisha ikur direkt për në punë, po thash mami po shkoj ta marr se sa ndoshta e ngacmon dikush apo gjëra të tilla, ta fus brenda në shtëpi edhe nisem direkt. Pastaj se sido që të jetë, e mendova se unë gjithmonë i mendoj gjërat para. E mendoja që mund të vonohesha dhe çka kisha bërë, kisha marrë një bluzë t-shirt të zezë me vete që nëse vonohesha shkoja direkt në punë dhe e ndroja bluzën atje. Nuk e di pse më ndodhin mua këto gjëra. Pas kanë ardhur 2 pako, kështu që perfekt fare. Të shikoj edhe një herë këtu për fiksim. Sa më në vinë një letër. Kjo është një pako e Armandos, ndërkohë kjo është një pakoja ime. Do i bëjmë unboxing kur të vi nga puna, po tani si fillim të ndrohem edhe të ikim dhe ne do shifimi mbas 4 orësh. Disa gjëra cute dhe një mini summer haul. Pra se tani, duhet ju them që nëse ju pëlqen diçka, më shkruani poshtë në koment dhe unë mund t'ju lë linkun ose të dhënat se ku mund t'i gjeni. Të parat janë këto pantallonat që janë kështu fluffy. Në fakt tek modelja kishin dalë edhe me një crop, po mua më kanë ardhur vetëm këto. Edhe mendova se do vinin kështu set bashkë. Megjithatë, këto të bardhat kombinohen gjatë gjithë verës, qoftë me kanatiere të bardha, qoftë me këmish. Kështu që perfekt, edhe materialin e kanë shumë të mirë dhe nuk duken të tejdukshme. Pal pantallona të gjata, si tip tuta, shumë të freskta, me detaje për verën, me guaska, me yje deti, të bardha me këtë ngjyrën boqelli, edhe këto më pëlqejnë shumë, me një këmishë të lino të bardhë, të hapur të thjesht, me një kopës mbyllur, ngjan shumë bukura në verë. Është një fund tjetër, po prap me gjëra deti, vjen një gjatë dhe ka ngjyrat në roz, të gjitha ngjyrat e rozësh dhe pak e ndërthurur me portokalli dhe lidhet te kjo pjesa e anës tek beli dhe ngjan shumë e bukur. Është i gjatë, uroj shumë që të më ri fix. Shikoni tani po e shoh edhe me këtë kanatieren baby pink, kombinon shumë bukur. Një palë si këto kupat, shumë të mira në vend të sutjenave. Tani në verë kur vesh kanatiera apo ndonjë fustan me kurrizin jashtë, këto janë shpëtim. Për aq më tepër që unë të them të drejtën, tani në verë nuk mbaj dot fare sutjena dhe mundohem që të mbaj nga ato si tip body të thjeshta, të lehta, super të holla pa mbuku. Kapse që kjo flet sirenën, shikoni pak se sa e bukur që është. Po prap me detaje të verës, duket goxha e fortë. Vathët me këtë lulen që simbolizon verën, dhe shumë të bukura, janë pak të egzageruara, po me këmishë të thjesht darkave apo qoftë me një kanatiere body, ngjan shumë bukur, duke e marrë të gjithë vëmendjen kjo edhe veshja super e thjeshtë. Cover telefoni i tillë me pasqyrë, më duhesh, aq më tepër edhe me këtë litarin, sepse unë tani këto kohë po i përdor shumë këto si covera, duke qenë se mbaj edhe kamerën, edhe ndonjë çantë duarve, edhe ngjan, po të lodh pak ky telefoni duke mbajtur kohës në dorë apo në xhep. Shpesh nuk kemi fare të xhepa nëpër rroba që veshim, kështu që kjo këtu është shumë perfekt. Në moment që më duhet telefoni e marr, në moment që nuk më duhet e lë të varur, edhe është shumë praktike. Këto tani janë të preferuarat e mia, janë këto syzet, shikoni pak se sa fashion që janë. Kjo sigurisht nuk është veshja e duhur, por mendoj që këto do jenë aksesor për netët e verës këtu në Augsburg në datën 3, 4 edhe 5 korrik. Direkt sa kthehem nga Shqipëria, se do shkoj një javë në Shqipëri javës tjetër, që të mbyll shtëpinë, të hap bangën dhe të mund të mbyll edhe disa punë të tjera të vogla. Në fundit është një varse me litar, po me këtë guaskën, që e lidh të guaskën te këto.
rrafët këtu dhe vendos kështu, janë shumë e bukur edhe kjo për në verë, edhe litarin e ka të bardhë. Pako tjetër shumë e rëndësishme që më kishë mbërritur është ky seti për kushurin tim të vogël që do pagëzohet, edhe duhet ja blija unë. Vjen bashkë me pantallonat e veta, këmishën, një lekun edhe papionin në të njëjtën ngjyrë dhe porosita edhe këto pupat, se mendoj që me pupa kombinon shumë bukur. Mendoj që do t'i gjej edhe një kapele, por do shohim këtu në qytet. I porosita online se këtu tek Zara tek HM që kam këtu në qytetin tim, nuk është se gjeta, kështu që vendosëm për këto. Shumë e bukur dhe ngjyra më pëlqen shumë. E të familjes do vishemi me ngjyrën baby blue dhe pana. Këto dy ngjyra do jenë që do mbizotërojnë. Unë një fustan baby blue e kam porositur, një më ka ardhur bashkëpunim. Ta tregoj këtë që më ka ardhur bashkëpunim në fakt, është interesant, i bukur. Jo ai që do ndërroja apo do doja të vishja atë ditë. T'ua tregoj, nuk e kam provuar akoma si më rri. Si të shkoj ta marr tek dhoma edhe t'ua tregoj. Shikojeni pak tani, është buzë te pjesa këtu. Ka korse poshtë gjoksi që është e tejdukshme, domethënë vjen në këtë mënyrë dhe është i gjithi i gjatë dhe ka dhe një të çar. Më pëlqen, nuk e kam provuar, nuk e di nëse më shkon shumë ngjyra baby blue apo jo, po ka dhe detaje shumë të tjera të veçanta, to si lulet që kanë edhe një si nuancë roz, disa si temina. Do që do më ri bukur në kokën time duke imagjinuar, por nuk jam bërë mbar që ta provoj se kam pas vërtet shumë punë. Në fakt Armando vjen nesër në darkë dhe supozohet që nesër që vjen do bëj makinën gati plot që të niset për në Itali dhe unë nuk kam përfunduar akoma paketimet dhe gjërat, për mos të thënë që nuk kam filluar akoma. Duhet të fus rrobat, në fakt e kam shtyr se nuk po gjeja nga ato qeset, mbani mend nga hera e kaluar nga ato qeset me vakum. Kam paketuar, kanë qenë shumë të mira, i kam marrë tek Tedi, nuk kam gjetur më, 4 herë që kam shkruar të kohët e fundit nuk kam gjetur më, por kam parë një kështu tjetër në TikTok që i bëjnë edhe me qese të mëdha, qoftë edhe qese të zeza të mëdha, pas i bëjnë me fshesën e korrendit që thithin ajrin dhe mblidhen. Nëse do funksionoj, do jetë perfekt fare, se me makinë do jenë, nuk është se do t'i nisi me autobus, kështu që do jenë të sigurta. Nuk e di, mendoj që të shumta do t'i heq. Dua shumë të mbaj shumë gjëra për netët e verës, tu për ato 3 ditë që janë festu në Augsburg, por nuk e di çfarë do marr, çfarë do bëj. Jam kështu shumë lëmsh, të paktën shqyr drekën e hoqja tek puna, na gatuan një kuzhinier tjetër që vin shpesh aty që gatuan gjëra të mira. Gatoi pasta linguini me tono, me gjëra kështu, ishte bërë shumë të mira, edhe ndihem vërtet shumë mirë te kjo puna për një nga këto arsye, domethënë se heq një vakt aty dhe pastaj mëngjezi dhe darka ikën shumë shpejt, plus i ha me gjëra të lehta, siç u thashë dua ta eliminoj pak darkën dhe mundojmë që të ha në një snack në një gjë të vogël. Kështu që po, të shplodhem pak, të ri pak shtrirë, edhe do merrem me punët, me paketimet, me gjërat. Më pret dhe një lavatriçe, një tharse, domethënë që ti marr edhe ti palos, ti vendos në vendet e veta. Sa më shpejt i heq aq më mirë është, të rrudhosen se janë të bardha. Se gjitha kam lënë, thuaj se gjërat më kryesore, po disa nuk do t'i marr me vete kur të kthehem në Shqipëri.
Nuk e di këtë pasqyrë nëse do ta marr ose jo, më pëlqen. Por këto që janë për shembull travel size, do mundohem që t'i përdor të gjitha këto kohë. Nëse nuk i përdor, do t'i lë këtu, se tani do vi, nuk është se u zhduka dhe nuk them kur për pushimin në Gjermani. Çojmë këtë lulen këtu, se më ngjan shumë bosh dhe nuk më është mësuar syri pa lule, sado që kjo nuk është se ka gjethe. Mendoj që gjërat kryesore i kam paketuar dhe i kam futur nëpër kartona. Po di të them që kam lënë edhe shumë të tjera që më dhëm zemra t'i lë, po do bëj deri në fund, ndoshta ma jep mendja nis edhe 1-2 valizhe të tjera me autobus. Lodha tani, por më pëlqen shumë si proces të paketoj edhe që do shkoj atje, dhe do kem vërtet atë dhomën time, do jem vetëm, do të organizoj si dua, nis një jetë të re, një jetë që e kam ndërruar shumë më përpara, që do jem afër me të dashurin time dhe kjo është një nga gjërat, domethënë që zi po pres vërtet se e kuptoj se sa kalojnë ditët dhe se sa shumë nevojë e kemi ne të dy këtë gjë. E di, është shumë tamam, nuk them kot që çdo gjë ndodh në kohën, vendin e duhur, në momentin e duhur, do me thënë universi, gjithë kjo gjëja që ne jetojme, ka një plan për ne, e ka një gjë të bukur për ne, thjesht të sprovon, të duron, të kuptojsh sa efort që je, edhe sa punon për gjërat që do, sa ti lodhesh për ato gjërat që. Mendoj shumë që lodhja ka të bëj shumë me suksesin, lodhja qoftë fizike, mendore, shpirtërore, është pak e thellë kjo, edhe po ta marrësh cekët, ngjan çik keq. Po nuk di ta shpreh fiks atë thellësinë që kam këtu brenda te koka ime. Megjithatë uroj shumë që do më keni kuptuar për këtë që unë sapo thash. Këtu kam vendosur disa aksesor edhe organizues për make-up dhe për këto më duhen patjetër që do t'i marr edhe këto. Shikoni pak tani çka kam bërë. Javës tjetër që vi në Shqipëri 25 me 2 korrik, që do mbyll punët siç ju thash, kam nxjerr disa aksesor që më duhen me vete. Se Armando do shkojë në Itali, do shkojë në Greqi edhe vonë do vi nga mezi korrikut, nga fundi korrikut, kështu që mua më duhen disa aksesor për këto ditë në Shqipëri që do shkojmë edhe në plazh kismet. Dhe këtu kam vendosur disa aksesor të tjerë për zomër neshte, që e sigur që një natë do mbizotëroj outfiti gri, një natë vetëm perla. Nuk e di, të shohim çfarë do mundemi, të gjejmë dhe në një gjë të bukur këto ditë këtu në Augsburg. Për outfitet nuk është se kam akoma ide se çfarë do vesh ato ditë, por di thjesht që dua të vishem bukur edhe dua të vishem veçantë. Se njerëzit thonë në Gjermani vishen edhe thjesht një palë xhinse, një crop, mirë bëjnë, ashtu ndjen rehat, ashtu ndjen bukur, shumë mirë bëjnë. Unë dua gjithmonë që për këto festa, gjëra të tilla, të vishem gjithmonë pak më ekstra. Ndihem shumë mirë me veten time. Plus këto koncertet, këto festat janë fiks vende tipike që ti mund të vishesh diçka ekstra më shumë. Se nuk mund të vishemi me fundra, kapele, çizme cowboy, gjëra të tilla, edhe të vishemi në market kur shkojmë të bëjmë pazar. Kështu që unë jam gjithmonë kështu. Thjesht se më pëlqen, ndihem mirë, ndihem bukur. Dhe ndihem shumë e lumtur kur vishem ashtu. Kështu goca, midis kësaj rëmuje shumë të bukur, unë do ta mbyll edhe këtë vlogun, do arrit të sistemoj pak, mbaroj këto gjërat e fundit dhe ne do shihemi si gjithmonë në një vlog të radhës, se kur do jetë ai, do jemi në kontakt në Instagramin tim, prandaj duhet të më ndiqni dhe aty në Instagramin tim të më bëni follow dhe shihemi në vlogun e radhës. Mua, paqim!